Mario Mitaj është unik. Mbrojtësi i majti i kombëtares shqiptare të futbollit është përfshirë nga SofaScore në formacionin e sezonit kualifikues për botërorin e Europë. Mitaj konsiderohet lojtari që ka bërë më mirë në krahun e majtë të mbrojtjes nga të gjitha kombëtaret që morën pjesë në kompeticion. Ekipi ndërkohë përbëhet nga hyjet e Holandës, Anglisë, Portugalisë, Spanjës, Belgjikës dhe Francës. Për Mario Mitajn është dhënë një vlerësim i përgjithshëm me notën 7.62 për të gjithë fushatën kualifikuese që ka zhvilluar me kombëtaren Kuqezi. Duke qenë se luan tek Al Ittihad në Arabinë Saudite, ai bie në sy si një rast unik. Ndryshe nga pjesa tjetër, Mitaj nuk aktivizohet në ndonjë ligë të Europës. 22 vjeçari ndërkohë mungoi në 2 ndeshjet me Anglinë, tek e para e kishte të pamundur për shkak dëmtimi dhe në të dytën u kursye nga Silvinho pasi rrezikon të mungojë në play-off nëse ndeshkohej. Ndërkohë në 5 sfidat e tjera ku Shqipëria barazoi 2 të parat dhe fitoi 3 radhazi, Mitaj luajti nga minuta e parë duke pasur impaktin e tij në to. Këtë e tregon edhe vlerësimi përfundimtar si një mbrojtës i pazëvendësueshëm